Të dashur, të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot me lejet Allahut të lartësuar jemi tek Suratul Mumtehina, një sure medinase prej 13 ajeteve që e ka kuptimin të marrësh në provim, të provosh diçka, dhe normalisht një sure medinase të gjithë tematikën thelbësore suret medinase e kanë në marrëdhënien me njerëzit që na rrethojnë, me e sjell totalisht islamin në praktik, atë çfarë në vitet Mekase njeriu ka mësuar për islamin, njohurinë e Zotit, çdo gjë e mirë që ka urdhëruar Zoti për moralin, për lartësimin shpirtëror, në Medinë shikojmë që kjo kërkohet të sillet në praktik dhe besimtari të di se si ta jetojë islamin në mënyrën më të mirë të mundshme. Në vitin e 6 të Hijretit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të bëjë një marrëveshje për ta shpjeguar pak shkurtimisht këtë emër interesant dhe për nxjerrur mësimet shumë të bukura prej kësaj ngjarje dhe kësaj sureje që Allahu i lartësuar ka shpallur për ne si besimtar për ta pasur manual jetësor. Në vitin e 6 të Hijretit, kur muslimanët donin të bënin umre dhe u penguan nga mushrikët e Mekës që nuk u lanë të lirë, bën një marrëveshje e quajtur ndryshe marrëveshja e Hudejbijes, ku një ndër pikat ishte që do të kishin 10 vite paqe dhe s'do të kishte luftë, dhe që ishte gjëja më ideale për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që Islami të jetonte në paqe dhe të kishte mundësinë që njerëzit të dëgjonin për Islamin sepse kishin frikë për shkak të luftës që mund të hapshin mushrikët e Mekës ndaj fisëve. Fiset nguronin për të shkuar drejt muslimanëve apo për të dëgjuar për Islamin. Dhe kjo paqe do të shërbente që Islami të përqafojë nga një numër i madh më pas besimtarësh. Por një pikë tjetër e rëndësishme aty është se Mekasit thanë se nëse do të ketë prej jush nga Medineja që duan me ardhë në Mekë, do të vinë dhe nuk do të kthehen më pas. Por nëse do të ketë prej Mekasve që duan me ardhë në Medinë, mbas kësaj marrëveshje, ju jeni detyruar t'i ktheni ata pas. Edhe pse ishte shumë kontradiktore dhe jo e drejtë si marrëveshje, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pranoi këtë marrëveshje. Dhe po aty u sprovuan muslimanët, kur një prej muslimanëve që u mbante lidhur në zinxhir arratise dhe shkoni bashkohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam krahut të tij, vetëm se ishte vulosur marrëveshja, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ktheu besimtarin përsëri tek mushrikët. Dhe shikojmë se sa le të themi marrëveshje e detajshme ishte një marrëveshje e sikletshme, aq dhe sahabët në një farë forme nuk e aprovua në fillim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po prishin ndonjë shpallje nga Zoti që t'i jepte zgjidhje, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çdo gjë bënte me shpalljen e Zotit, që edhe në një situatë të tillë që donin ta dorëzonin vllahun e tyre musliman, apo edhe mund ta mbanin dhe ishin gati për të bërë luftë, Muhamedi alayhi salatu wasalam i qëndroi besnik kësaj marrëveshje që ato bën. Por ndodhi një diçka interesante mbas kësaj marrëveshje, dy gra muslimane ose në dukje muslimane, sepse kjo është shumë e bukur në këtë sure, do të arratisen nga Meka për në Medinë. Por këtu shikojmë edhe një dimension të madh se çfarë ndryshimi social bëri Islami në ato troje, në ato vend, tek ato njerëz. Sepse mund të ndodhte që gruaja të ishte besimtare, ta kishte pranuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë burri vazhdonte të ishte idhujtar. Dhe duke qenë se Kurani e shpalli qartë që nuk mund të ketë një marrëdhënie martesore me një idhujtar dhe një besimtar, atëherë automatikisht kjo shkoi drejt ndarjes së këtyre grave nga burrat dhe shkuan nga krahu i muslimanëve. Dhe kur largohen dy gra që shkojnë në Medinë, sepse arratisen pikërisht nga bashkëshortet e tyre, arratisen nga idhujtaria dhe shkojnë në besim në Medinë, Mekasit shkojnë për t'i marrë përsëri mbrapa. Por këtu kishte një fakt interesant se në marrëveshje, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ishin të përfshira gratë, po ishin të përfshira vetëm burrat. Dhe kishte një rrëshqitje ligjore pak a shumë në atë marrëveshje, ndërkohë që do të shpallet edhe sura Mumtehina që do t'i japi zgjidhje pikërisht kësaj situate. Dhe interesante është, sidomos 13 ajete ka kjo sure, po interesante është ajeti i 10, ku ardhja e këtyre dy grave midis muslimanëve në Medinë, Allahu i lartësuar
do të tërheqë vëmendjen ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë besimtarëve dhe do t'i thotë kështu në ajetin e 10 të surës Mumtehina, që nga këtu e ka marrë edhe këtë emër: Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna, o ju që keni besuar, kur t'ju vinë besimtarët e shpërngulura prej Mekës. Allahu këtu në këtë rast i quajti besimtare, sepse ata në të jashtmen e tyre thanë që jemi besimtare dhe u larguam nga i vendi i dhujtarisë. Dhe kur t'ju vinë ju besimtarët e shpërngulura prej Mekës, famtahihunna, dhe ju merrini në provim ato, sprovojnë ato, pyetni ato, merrini në gjykim. Ti bëni gjyqin me një pak fjalë, a janë me të vërtet muslimane apo pretendojnë që janë muslimane? A janë me të vërtet të sinqerta në besim apo mos kanë ardhur për spionazh nën petkun e besimit? A janë të vërteta në atë çfarë pretendojnë apo vinë këtu për të marrë informacione për t'i çuar tek mekasit, apo vinë për të bërë thurje në shoqëri, vinë për të futur fitnë midis muslimanëve, apo ndoshta vinë edhe për hapin immoralitetin midis muslimanëve. Dhe tha Allahu, provojeni ju besnikërinë e tyre, ndonë se Allahu e di më së miri për besimin e tyre. Nëse vërtetoni se ato janë besimtare në atë çfarë ju do t'i pyesni dhe ato do të përgjigjen, atëherë mos i ktheni ata në Mekë, sepse ata nuk janë për mushriket dhe mushriket nuk janë për besimtarët muslimane. Dhe këtu në këtë ajet kaq të bukur, të dashur besimtar, marrim një mësim të madh të praktikës jetësore në marrëdhënien me njerëzit, se sa me detaje Islami na bën neve besimtarëve të jemi vigjilent në marrëdhënie me të gjithë njerëzit që kemi të bëjnë në përditshmërinë tonë, për të ruajtur në radhë të parë integritetin si musliman, për të ruajtur besimin si musliman, për të ndetur larg njerëzve që mund të jenë munafik, mund të jenë dyfytyrsha, misin tonë e marrin si të mirëqen, por nga ana tjetër mund të jenë armiq të tonë, dhe kështu shikojmë një dimension shumë të bukur të marrëdhënies sociale që Islami don që ta kultivoj në zemrën tonë si musliman. Sepse të dashur besimtar, patjetër nëse ne do të marrim dikë pranë vetes tonë, një shok, një mik, pranë familjes tonë, do t'i japim derë në shtëpisë tonë, do t'a prezantojmë me gratë tona, do t'a prezantojmë me fëmijët tanë, me vajzat tona, me djemt tonë, patjetër që ai njeri duhet të ketë kaluar disa sprova të miqësisë për të arritur deri në atë gradë sa të fitoj besueshmërinë tënde dhe të hapësh ti derë në shtëpisë për të. Sepse këtu, siç e tham, njeriu mbi të gjitha ruan integritetin e muslimanit, ruan derën e familjes së tij dhe ruan çdo gjë të vlefshme dhe të shenjtë që Islami don dhe na ka obliguar ne që ta ruajmë atë. Kështu që nisur nga kjo, ne shikojmë se sa kujdes duhet të kemi në marrëdhëniet me njerëzit në përditshmërinë tonë. Sepse të dashur besimtar, një nga gjërat të cilat me të madhe ne e shikojmë në mësimet islame, është se fjalët nuk janë kurrësi me peshë aq sa janë veprat. Njerëzit mund të kenë fjalë shumë të bukura, njerëzit me fjalë mund të ngrejnë në piedestal, por veprat e tyre tregojnë gjithçka. Dhe kur vjen koha për veprim, aty do të shikohet dhe miku i vërtet, do të shikohet besimtari i vërtet, do të shikohet i sinqerti në marrëdhënie me ty. Në të kundërt, nëse nuk do të jenë sprovuar njerëzit në përditshmërinë tonë, në marrëdhënie me ne, në marrëdhënie me komunitetin ku ne jetojmë, me muslimanët, tek xhamia, në safe, në kafe, të gjitha këto përditshmërinë tonë ku ne kemi të bëjmë me njëri tjetrin, dhe nuk do të dallojmë ata çfarë janë me të vërtet të sinqert, besimtar të sinqert me Zotin, dhe ata të cilët nuk e kanë me shumë sinqeritet këtë çështje, pikërisht jeta jone e përditshme do t'i përcaktoj këta njerëz dhe do t'i përcaktoj edhe pozicionin ku ne duhet të qëndrojmë kashit tyre. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse ne shikojmë në Islam, të dashur besimtar, ne kemi për shembull luftën e Bedrit. Lufta e Bedrit, një herë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u pyet nga Xhibrili alayhi salam dhe i tha Xhibrili alayhi salam: "O Muhammed, si njihen ndër jush besimtarët e Bedrit, ata 300 veta që morën pjesë në luftën e Bedrit?" Dhe Muhamedi alayhi salam do të përgjigjet që ata janë besimtarët më të mirë, janë besimtarët më të nderuar,
më të dalluar ndër besimtarët e tjerë. Kështu ne i shënjojmë ato në përditshmërinë tonë. Kështu tha Xhibrili, edhe ne i shënjojmë me lajket që Allahu dërgoi në Bedër. Janë të veçantë edhe ndër ne. Po pse pikërisht Bedri, të dashur besimtar? Sepse tha profeti sallallahu alaihi wasallam që shokët e Bedrit mua mos më ngacmoni, sepse shokët e Bedrit Allahu i pa me detaje se kush ishte në atë kohë, në luftë, në vendin kur duhej, në kohën kur duhej. Dhe mbas asaj Allahu ju drejtua atyre dhe i tha, mbas Bedrit ju bëni çfarë të doni, unë juve ju kam falur. Sepse ishte momenti më delikat i rigjallërimit të Islamit dhe përhapjes së Islamit në shoqëri apo shuarjes totale të tij. Dhe aty ne e dim shumë mirë që edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam donin ta zgjesonin Mekasin. Dhe pikërisht këta ishin njerëz të veprës, ishin njerëz që u sprovuan në përditshmërinë e tyre. Ai tha Allahu i lartësuar në ajetin e 10 të surës Hadid do të thotë në këtë formë: nuk janë të barabartë prej jush ata që dhanë nga pasuria e tyre dhe luftuan para çlirimit të Mekës me ata që japin dhe luftojnë mbas çlirimit të Mekës. Pra thënë ndryshe, janë dalluar besimtarët që kaluan kohët më me sprova, që u sprovuan me besimtarët, që ishin gatshëm të jepnin jetën e tyre për Islamin, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë tjerët në atë kohë ndoshta ishin në Islam fare, tjerët në atë kohë ndoshta kishin frikë të merrnin pjesë në këto lufta dhe në këtë formë ata ndetën të veçuar. Ndërkohë dikush doli, e mori përsipër këtë amanet ta çoi deri në fund, dhe Allahu do ta veçojë në këtë formë. Nuk mund të jenë barabartë, edhe pse Allahu do t'i shpërblejë të dy kategoritë me shpërblimet e tij, por nuk mund të jenë barabartë ai që ka sakrifikuar, ai që është dalluar me sinqeritetin e tij, ai që është dalluar me mbajtjen e fjalës së tij, me miqësinë e tij, me të gjitha karakteristikat e mira që Islami don kultivoj tek muslimani në marrëdhënien me njëri tjetrin në përditshmërinë tonë, me atë i cili vjen në rishtazi dhe nuk ka asnjë kontribut në shoqëri, nuk ka asnjë diçka që ne ta vlerësojmë atë për të mirën e tij kashi Islamit apo kashi marrëdhënies me njëri tjetrin. Dhe kështu, në pranitë e Omerit radiallahu anhu, dikush do të lavdëronte dikë tjetër dhe tha është njëri shumë i mirë, i tha. Është një njeri për të vlerësuar. Në një version tjetër kalon në aspekt martese, kur e pyet dikë për këtë personin, a bën ky që të martoj të afërmen time me të? Dhe ai përgjigjet me lëvdatat më të larta. Ai dëgjoi Omeri radiallahu anhu këtë person. Dhe i tha, ti tha që po e lavdëroke kaq shumë këtë person. A ke udhëtuar ndonjëherë me të? Jo, i tha. Tregti me të ke bërë, ke pas të bësh me diçka financiare me të? Jo, i tha. Komshi e ke pasur? Jo, i tha. Po atëherë nga e vlerëson, i tha. Mos vallta e ke parë në namaz ta duke u falur i përqendruar, duke tundur kokën sikur është i përqendruar në namaz? Po, i tha, vallahi e kam parë ashtu tha në namaz. Jo, i tha Omeri, nuk përcaktohet kështu karakteri dhe morali i njeriut, se falet apo duket besimtar në të jashtmen, se në fund të ditës të dashur besimtar, vëllezër motra, namazi është individual, nuk të pyet dikush a u fale a nuk u fale. Këtë llogari do ta japësh për Allahu të lartësuar. Haku i njeriut është gjë tjetër, është sinqeriteti, është mbajtja e fjalës, është besa, është të jesh i drejtë në tregti, është që mos ja punosh mbas krave, është t'ja lehtësosh ta ndihmosh besimtarin. Por pse falesh nuk është përcaktues se je një njeri i mirë në shoqëri. Faljen e ke për vetë, adhurimin që të ka obligu Zoti është farz ain, është farz individual. Ndërkohë në marrëdhënie me njerëzit ka gjykime të tjera, ka specifika të tjera që merren përballë. Po patjetër, namazi, ardha në xhami është hapi i parë që ne patjetër na afron akoma dhe më shumë në sinqeritet me njëri tjetrin për të krijuar një marrëdhënie për hatër të sejdës së përbashkët. Por pikërisht këtu Islami do të kritikonte me të madhe
që ju vetëm se betoheni vallahi bilejt Allah dhe e fusni Allahun midis betimeve tuaja, midis marrëdhënieve të tuaja, midis tregtisë tuaj dhe për shkak të emrit Allah, për shkak të sejdës, për shkak të prezencës në xhami, për shkak të namazit të përbashkët, njerëzit mashtrohen për kësaj fjale, mashtrohen për jush dhe ju vetëm se thoni këtë fjalë dikush ju beson dhe ju më pas nuk e mbani fjalën dhe mashtroni, Islami ka parashikuar dënim për këta njerëz. Ta agjërojnë 3 ditë pa ndërprerje ose nëse s'kan mundësi të ushqen 10 të varfër dhe të veshin 10 të varfër me rroba. E pse ky dënim? Që ti të kuptosh që nuk mund të bësh tallje, shaka me Islamin, me prezencën tënde me fjalën selamu aleikum, apo të bësh shaka e të mashtrosh të tjerët duke e vendos kokën në sejdë, se ndryshe nuk do të kishe dallim nga munafiku, që do ta shpjegojmë inshallah dhe në surën Munafikun këtë, që kur flet gënjen, që kur i premton diçka, ai nuk e mban premtimin dhe kur i jep besën për diçka, ai është tradhtar. Jo pra, nuk janë këto përcaktuesit në marrëdhënie me njëri tjetrin për t'ia drejtuar dikujt gishtin që po vallahi është besimtar besnik, është besimtar i sinqert. Por kur ti si tha Omeri bën udhtim me të, ai të lën në baltët. Kur si tha Omeri bën tregtim me të, ai ta punon mbas krave. Kur si tha Omeri ti e komshi me të dhe ti nuk ndjehesh i sigurt nga komshilliku i tij, atëherë çfarë shërben tundja e kokës në namaz, apo çfarë shërben mjekra e bukur që ti e mban, apo çfarë shërben selamu aleikum që ti e thua vetëm me fjalë, por vepra jote është totalisht jashtë çdo kriteri që Islami kërkon. Dhe kështu të dashur besimtar, do të thoshte Kurani për ta përmbyllur me 2 ajete, të cilat me të vërtetë duhet të jenë mësim i madh për ne dhe duhet të jenë prej ajeteve që duhet na bëjnë besimtar ashtu siç na takon të jemi besimtar sipas mësimeve të Islamit. Thot Allahu në surën Saf: "Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la tafalun." O ju që keni besuar, pse thoni atë që nuk e bëni? Pse vepra juaj dhe fjala juaj nuk janë më përputhje me njëra tjetrën? Keburat maqtan inda Allahi an taqulu ma la tafalun. Dijeni se tek Allahu shkruhet e madhe kur fjala juaj nuk përputhet me veprën tuaj. Zot na ruaj. Zot na bëj për tyre që vepra është përputhje me fjalën. Dhe kështu do të marrësh vlerë në shoqëri. Fjalët i merr era, vepra do të qëndrojë. Mos bëni si them unë, por si është ajo, mos bëni si bëj unë, por bëni si them unë, gjë e cila nuk është fare në kriterin e Islamit. Dhe po ashtu do të e përmendte Allahu si një prej cilësive të xifutëve, të cilët njihen për tradhtinë e tyre në Kuranin famëlar, ndaj Zotit, ndaj profetëve të tyre, edhe ndaj të gjithë besimtarëve. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala taqilun. Çfarë? Ju bëni besimtar të bukur në fjalë, flisni njerëzve me fjalë të bukura, rrini larg të keqes, urdhëroni njerëzit për të mirë, ndërkohë ju harroni veten tuaj, që në radh parë ju duhet urdhëroni veten tuaj për të mirë dhe të ndaloni nga e keqja, ju e harroni veten tuaj dhe i flisni tjerëve për Islamin. Dhe juve ju është dhënë Kurani, atyre ju tha juve ju është dhënë Teurati, e fala taqilun, a nuk keni kapacitet për të logjikuar? Ç'është ky besimtar kështu? Ky nuk është besimtar që e do Zoti, ky është munafik, ky është dyfytyrës. Ky është një njeri i cili luan dhe tallet me petkun e Islamit. Zot na ruaj që mos jemi prej tyre. Zoti na bëf të sinqert. Zoti na bëf prej atyre që njihemi për besnik në shoqëri, njihemi për njerëzve të cilët dallohemi për fisnikërinë tonë, për mbajtjen e fjalës tonë, për dinjitetin tonë si musliman, për atyre që me të vërtetë njerëzit do t'i besonin gjërat më të shenjta dhe më të shtrenjta, siç i besonin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Para Islamit biles, që i lenin pasuritë e tij kur udhtonin në kohë të largëta larg Mekës, dhe ai do të njihe me emrin El Emin, i besueshmi, sepse çfarëdo që i bëj atij, i lije atij amanet, dhe çfarëdo që kërkoi për atij në një kohë të caktuar, ai do të ishte korrekti, do të ishte njeriu që pikërisht për këtë gjë do të dallohej ndaj Mekasve që para se atij t'i vinte shpallja. E kur e kishte këtë cilësi para shpalljes së Zotit, çfarë mendoni mbasi do të vinin këto argumente fetare? Patjetër që muslimanët duhet të ecin në gjurmën e tij, që Allahu na bëf prej tyre
që të ecim dhe të vdesim në gjurmët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.